Presidenti Amerikan Donald Trump është i bindur se Rusia do të japë fund luftës kundër Ukrainës. Ai sheh një shans të mirë për të arritur këtë. Nëse kjo dështon, Shëbat do të tërhiqen nga përpjekjet për paqe. Kjo s'është lufta ime, kërcënon Trump. As armëpushim, as lëshime dhe as një afat kohor detyrues. Biseda telefonike midis krerëve të shteteve të SBA-ve e Rusisë, Donald Trump e Vladimir Putin nuk solli rezultate. Megjithatë, Trump e cilësoi më pas si sukses. Është gjakderdhje dhe unë besoj se ai dëshiron të jap fund, thot Trump, duke ju referuar homologut të tij rus Vladimir Putin. Lidhur me përpjekjet për t'i dhënë fund luftës, Trump thot në Shtëpinë e Bardhë se mendoj që kemi një shans të mirë për ta bërë këtë. Mendoj se Putin e dëshiron këtë. Trump thekson se nuk do të kërkonte një zgjidhje paqe nëse nuk do ishte i bindur për to. Trump thot se SBA do të vazhdojnë përpjekjet ndërmjetësuese për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky gjithashtu dëshiron të japë fund luftës. Duhet të ketë më shumë qartësi brenda 2 deri në 4 javë, thot Trump, pa dhënë detajet më tejshme. Ka disa ego të mëdha të përfshira, por nëse nuk ka përparim, unë thjesht do të tërhiqem, u shpreh ai, duke përsëritur paralajmërimin se mund të braktisë përpjekjet për të sjellë paqen midis Rusisë dhe Ukrainës. Kjo nuk është lufta ime, tha Trump. Presidenti Amerikan thekson se Rusia dëshiron të tregtojë me SBA-t në një shkallë të gjerë. Ai shton se lufta në Ukrainë duhet përfundojë që kjo të ndodhë. Rusia ka një mundësi të jashtëzakonshme për të krijuar vende pune dhe prosperitet në një shkallë të gjerë. Potenciali ekonomik i Rusisë është i pakufizuar, në të njëjtën kohë Ukraina mund të përfitojë nga kjo në rindërtimin e saj, thot presidenti amerikan. Trump komentoi bisedën telefonike me Putin në platformën e tij Truth Social, ku shkroi se bisedimet duhet fillojnë menjëherë, madje Papa Leo i 14 kishte ofruar Vatikanin si vend për negociata. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe partnerët europian u informuan për këtë, theksoi presidenti amerikan.